Vizita pa agjendë zyrtare e kryebashkiakut të New Yorkut Eric Adams në Shqipëri ka bërë puj në New York. Kjo për shkak se bordi etik i qytetit dëshiron të di detaje nga vizita e Adams në Shqipëri. Politico shkruan se bordi i konflikteve të interesit i qytetit të New Yorkut po propozon rregulla më të rrepta për deklarimin e informacionit për zyrtarët e zgjedhur që pranojnë përfitime udhëtimi nga grupe me interes të veçantë ose qeveri të huaja. Media prestigjioze amerikane shkruan se rregulloret e reja u frymëzuan nga shqetësimi publik për udhëtime si udhëtimet jashtë vendit të Adams gjatë kohës së tij në detyrë. Theksohet se rregullat e reja do të ndikonin kudo që del fitues nga zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit, të cilat aktualisht dominohen nga kandidati demokrat Zohran Mamdani. Ndërkohë që perspektiva e udhëtimeve ndërkombëtare është ngritur vazhdimisht gjatë fushatës zgjedhore. Sipas vendimit, zyrtarët e zgjedhur tashmë janë të detyruar të raportojnë rimbursimet nga palët e treta për udhëtime zyrtare që i kalojnë $1.000. Megjithatë, pragu që agjencitë duhet të raportojnë dhuratat në bord ka qenë prej kohësh $5.000. Bordi tani po propozon të ulë pragun e agjencisë në $1.000, duke sjellë atë në përputhje me deklarimet individuale.